Ata kanë vazhdu me investu gjithnjë ma shumë në tankse dhe në automjetet blinduara. Për shembull, tankset e tyre 884 kanë shku i kanë qenë në Rusi për me i updateu, me i bo më moderne. Mirë po, me sistemin që e kemi ne tash, ato janë krejtësisht të padobishme për ta, veç sa ju shkaktojnë shpenzimet mirëmbajtjes. Sisoj, mbrojtja jonë nuk është vetëm e fortë, por është edhe e benqër. Ta shtrohet pyetja, a investon qeveria jonë me qef në ushtri e në armatim? Jo përbes. Kishim dashur që këto miliona t'i qojmë fusha tjera. Po, kur e ki këjshin e keq, do të me pas pushkën plot. Kur të bëhet këjshia i mirë, atëherë në rënë si do ata. Po desa djetë këjshia i keq, edhe neve na detyron që të investojmë në mbrojtje e siguri, jo veç të territorit edhe të popullit, po dhe të progresit tonë.